Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Më në fund u gjet zgjidhja, ja receta me 3 përbërës që pastron rrënjësisht mushkërinë. Kollitja është ndoshta gjëja më e bezdishme pas fryrjes së undëve kur jeni të ftohur. Marrja e ilaçeve mund t'ju sëmurë më shumë dhe të ulë sistemin tuaj imunitar. Për fat të mirë ekziston një shurup i lashtë i bërë në shtëpi i cili do ju ndihmojë në lehtësimin e gëlbazës dhe të lehtësojë gjithashtu kollën tuaj. Sekreti qëndron te karrota. Për shkak të përmbajtjes së saj të lartë të antioksidantëve, ato ndihmojnë edhe diabetikët si dhe ato që vuajnë nga hipertensioni. Për të bërë shurupin e sipër përmendur do të keni nevojë për gjysmë kilogrami karrot, ujë dhe 3 deri në 4 lugë mjalt organik. Kushtojeni vëmendje metodës së përgatitjes dhe mund të lehtësoni kollitjen brenda 2 ditëve. Konsumoni rreth 3 deri në 4 lugë shurup të karrotës në mënyrë që të filloni procesin e shërimit. Receta funksionon më mirë si për të rriturit ashtu dhe për të vegjëlit, duke ditur edhe rëndësinë që ka ajo në shëndet. Por cilat janë përfitimet e tjera të karrotës? Ajo përmirëson sistemin imunitar dhe lehtëson sëmundjet e zemrës, ul kolesterolin, parandalon problemet e radikaleve të lira, parandalon aknet, është një burim i mirë i nevojshëm i lëkurës, është një burim i kalciumit dhe ofron gjithashtu edhe shumë përfitime të tjera në dobi të mbrojtjes së imunitetit. Përbërësit që duhen në përgatitjen e këtij shurupi janë: gjysmë kilogrami karrot, 4 lugë mjalt, 1 litër ujë. Pasi siguroni përbërësit, filloni me përgatitjen e recetës. Së pari, prisni karrotën në copa dhe hidhini atë tek uji, e zjeni derisa karrota të zbutet dhe e largoni nga nxehtësia. Kulloni ujin dhe e lini të ftohet, hidhni karrotat në blender ose shtypni ato me piru. Në ujë shtoni mjalt dhe i përzjeni mirë. Shtoni në këtë përzierje dhe karrotat pure. Shurupi është gati. Mbajeni shurupin në vend të ftohtë dhe konsumoni 3 deri në 4 lugë shurup gjatë ditës. Pas 2 ditësh do t'jap rezultatet e para dhe kështu do të keni lehtësimet më të mira edhe në problemin e sekrecioneve të mushkërive. Problemi i gëlbazës është ndër problemet më të mëdha në botë. Edhe pse nuk shkakton ndonjë problem të madh shëndetësor, mund të ulë ndjeshëm cilësinë e jetës. Megjithatë, mund të jetë e mundur të kapërcejnë këto probleme në metoda natyrale. Gëlbaza është një lëng i llojit mukus që përmban mushkëritë në traktin e poshtëm të frymëmarrjes. Zakonisht rritet gjatë ftohjes dhe infeksioneve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Heqja e gëlbazës është e rëndësishme për të siguruar frymëmarrje të rehatshme. Në kushte normale ekziston një ekuilibër në prodhimin dhe pastrimin e gëlbazës. Prodhimi i përshtymë së bashku me kollën ndodh si pasojë e prishjes së këtij ekuilibri. Në të njëjtën kohë, një rritje e prodhimit të sekrecioneve në rrugët e frymëmarrjes mund të ndodhë në raste të tilla si gripi, sinoziti, ngjarjet alergjike dhe ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit. Pirja e duanit dhe kimikate të ndryshme stimulojnë rritjen e sekrecioneve dhe mund të dëmtojnë rrugët e frymëmarrjes duke bërë që faza e pastrimit të ndërpritet. Si rezultat i këtyre faktorëve, formimi i gëlbazës bëhet më i lehtë. Nëse prodhimi i sekrecioneve në rrugët e frymëmarrjes vazhdon për një kohë të gjatë, ai mund të grumbullohet në nivele të ndryshme të sistemit të frymëmarrjes dhe të shkaktojë obstruksion. Mukoza e grumbulluar si rezultat i pastrimit jo adekuat të rrugëve të frymëmarrjes mund t'i hapë rrugët e infeksioneve të shkaktuar nga mikroorganizma të dëmshme, citonel.com. Prandaj do të rendisim një recetë efikase në kushte shtëpie që mund t'ju ndihmojë në lehtësimin e këtij shqetësimi. Kjo recetë ka nevojë për këta përbërës të thjeshtë siç është për shembull: 1 qep, 1 thelbi me hudhër, 1 gotë me ujë të nxehtë, 3 lugë me mjalt, për shembull mjalt gështenje, lëng uji 1 limoni, 1 lugë çaji kanellë, gjysmë lugë çaji xhenxhefil pluhur. Për të përgatitur këtë përzierje natyrale, fillimisht grini qepën dhe hudhrën në kubik dhe vendosni në kavanoz. Hidhni mbi të 1 gotë me ujë të nxehtë dhe mbyllni kapakun. E lini përzierjen të qëndrojë derisa të ftohet. Pasi të ftohet, e kulloni ujin dhe hidheni në një enë. Më pas shtoni përbërësit e tjerë në kavanoz, mbyllni kapakun dhe tundni mirë. Mund të pini 2 deri në 3 lugë pas çdo vakti. Të vegjëlve mund t'ju jepni 2 lugë gjellë. Kjo përzierje është aromatizuar me erëza me mjalt, të cilat njihen edhe për efektin e tyre lehtësues të gëlbazës.
Ekspertët e mjekësisë alternative pohojnë gjithashtu se kjo përzierje ka efekte ekskreptorante. Kjo zgjidhje natyrale është aktive njësoj si medikamentet, por nuk ka efekte anësore pasi në dozat e duhura mund t'japet gjithashtu edhe vlera të larta ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Inflamacioni ose akumulimi i sekrecioneve në mushkëri si pasojë të ftohurës ose gripit mund të shkaktojë gjithashtu vështirësi në frymëmarrje dhe probleme me gjumin. Bllokimi që shkaktohet në krahëror shoqërohet edhe me një koll të fortë, nëpërmjet të cilës mushkëritë përpiqen të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetmet që shkaktojnë bllokime të krahërorit nga sekrecionet ose siç njihet gëlbaza. Një gjë e tillë mund të ndodhë si pasojë bronchitit, astmës, fibrozës cistike dhe alergjive. Ju mund t'i vini në ndihmë mushkërive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supa, çajra bimore të tjera. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduar nga ekspertët për këtë problem, veçohet mjalti, i cili është shumë efikas për pastrimin e mushkërive. Sipas informacioneve të Bright Side, një i rritur mund të konsumojë një lugë gjedhe me mjalt çdo 3 deri në 4 orë të ditës. Ushqimi tjetër i dobishëm është hudhra, limoni, erza, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkërive nga sekrecionet kërkon këta përbërës: gjysmë lugë çaji me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaji me spec djegës pluhur, çerek filxhani çaji me uthull molle të pafiltruar, 3 lugë gjedhe me mjalt, çerek filxhan çaji me lëng të freskët limoni. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë: zieni së bashku uthullun me lëngun e limonit. Sapo të marrë val, hiqeni nga zjarri dhe shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. I përzjeni mirë së bashku derisa të përfitohet një lëng me një përmbajtje uniforme, të cilën duhet ta hidhni në një shishe qelçi. Rekomandohet të konsumoni një lugë gjell 2 herë në ditë për 3 deri në 4 ditë me radhë. Njerëzit që kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkërive nga sekrecionet e trasha, rekomandohet të përdorin 2 jastëk. Koka duhet të mbahet ngritur që të pengojë kollën dhe problemet e frymëmarrjes. Ju duhet të shkoni tek mjeku nëse sekrecionet zgjasin më shumë se 3 ditë, nëse përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile ose të verdhë. Në këto raste duhet të adresoni problemin tuaj tek mjeku përkatës në mënyrë që të evitoni kështu edhe gabimet që mund të bëni në shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që her pas here të tregoheni më të vëmendshëm edhe në menaxhimin e shqetësimeve tuaja. Bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes mund të jetë edhe një problem në vete. Recetat më të mira për të pastruar sekrecionet dhe bllokimin e mushkërive shumë lehtë mund t'i bëni në kushte shtëpie. Bllokimi i gjoksit edhe krijimi i mukozës mund të jetë rezultati i ftohjes së zakonshme, gripit, astmës, pneumonisë dhe infeksioneve të tjera të rrugëve të frymëmarrjes. Simptomat e bllokimit të gjoksit përfshin dhimbje gjoksi, koll, dhimbje fyti, vështirësi në gëlltitje dhe marramendje. Ja disa mënyra natyrale në kushte shtëpie. Uji i ngrohtë. Pini një gotë me ujë të nxehtë 2 deri në 3 herë në ditë. Uji ju ndihmon në shpërndarjen e mukusit të akumuluar në traktin tuaj të frymëmarrjes dhe do të sigurojë lehtësime. Gargar me ujë të kripur. Merrni një lugë me ujë të nxehtë dhe shtoni një lugë gjedhe me krip në të. Bëni gargar për 1 deri në 2 minuta, 3 deri në 4 herë në ditë. Uji i kripur do të lirojë grykët dhe do të zbuzë gjithashtu kollën. Uji i ngrohtë me lëng limoni dhe mjalt. Mjalti është një shërbes shumë e mirë natyrore për gëlbazën me vitaminën C, e pranishme në limon që do të ndihmojë në arritjen e imunitetit tuaj. Merrni një gotë me ujë të nxehtë, shtoni një lugë me lëng limoni dhe një lugë me mjalt dhe pini këtë përzierje 2 deri në 3 herë në ditë. Çaji xhenxhefili. Ju mund të përtypni xhenxhefil në formën e tij të papërpunuar ose mund ta bluani disa copa xhenxhefili, i zjeni në ujë për 10 minuta dhe e pini 2 deri në 3 herë në ditë. Ju mund të shtoni mjalt për rezultate më të mira. Thithja e avullit të vajit të eukaliptit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje. Shtimi disa pikave të vajit të eukaliptit në ujë të ngrohtë dhe thithja e avullit do t'japë rezultate më të mira pasi vaji i eukaliptit ka veti analgjezike dhe antibakteriale. Është e rëndësishme që për çdo problem të rënd t'i adresoni ato tek mjeku juaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.